Pushimet dimrore janë një nga periudhat më të shumë pritura nga fëmijët, të cilët shkëputen nga rutina e përditshme shkollore për 2 javë dhe kanë kohë të lirë për t'u marrë me sporte apo t'i përkushtojnë gjërave që atyre u pëlqejnë më shumë. Përpiqemi të dalim, të drekojmë, të darkojmë me njerëzit e dashur. Do t'i marrim në punë se kanë shumë pushime, ne punojmë deri me datë 31. Me djalin e madh lozim pastaj edhe me lorat ndryshme formuse. Lexojmë, shkruajmë, sepse ai është më i rritur. Ne jetojmë në Gjermani, por tani që jemi këtu në Shqipëri, na pëlqen natyra, dalim jashtë. Ka këto paqet e lorave që ekzistojnë këtu, shkojmë atje edhe lejmë fëmijën derisa të lodhet që të luajnë në natyrë. Psikologët këshillojnë gjatë kësaj periudhe sa më pak lojra elektronike dhe sugjerojnë që pjesa më e madhe e kohës të shpenzohet së bashku me prindrit. Në fakt, pushimet dimërore nuk duhet të jenë perfekte, por duhet të jenë cilësore. Pra mjaftojnë gjëra shumë të thjeshta, të vogla, por ama të vërteta, për të krijuar një atmosferë emocionale që fëmijët ta mbajnë mend. Lojrat më perfekte në këtë periudhë janë lojrat e tavolinës, sigurisht, leximi i ndonjë libri, ftesa për të gatuar për fundvit, pra për t'i ftuar ata që të bashkëpunojnë në gatimet e thjeshta dhe tradicionale të festave. Patjetër që librat nuk duhet të mungojnë, por mbi të gjitha këshillohet që prindrit të jenë dëgjues të mirë të fëmijëve gjatë kësaj periudhe. Një këshill tjetër që është e vlefshme për prindrit në këtë periudhë është të arrijnë të dëgjojnë fëmijët e tyre, të dëgjojnë ndjesitë e tyre, emocionet e tyre, pa i gjykuar, kontrolluar, rregulluar ato, pasi kjo do të rrisë shumë lidhjen emocionale midis prind dhe fëmijë. Pra kjo është periudha e duhur ku prindrit duhet të jenë më shumë dëgjues të mirë sesa orientues apo këshillues, urdhërues me fëmijët e tyre. Sporte të ndryshme, lojra në natyrë, por dhe nga ato që nxisin kreativitetin, siç janë ato me plastelin dhe prodhim maketesh, sugjerojnë psikologët për fëmijët gjatë këtij sezoni pushimesh dimrore.